ndërkohë që Rama u kthy nga samiti, por Trumpi më duket nuk e takoi. Unë nuk mendoj se ka një vlerë të takohet apo jo, sepse unë mendoj që familja Trump ruan interesin e babait tyre sepse është president Shtetet Bashkuara të Amerikës. Normalisht në rast se do të kemi një takimi nuk është të japin zotit Rama ndonjë autorizim, sepse zoti Rama bën të shumë shëtitje në samitin e NATO-s, por zoti Trump kishte vetëm komunikim me zotin kancelar mos gabon të Gjermanisë dhe zonjën Meloni shumë pak në disa raste dhe me Erdogan. Po, dhe me Recepin. Pra, me këta ata tjerë, shikoja kryeministrin e Greqisë, po i shkonte afër. Shikoja kryeministrin e Spanjës, e cituar. Shikoja këtë kryeministrin e Tonin, donte sikur po ishte në fush futbolli apo me në event në basketbolli, e kupton të dukej. Nuk shkoj kësaj radhe duke i ra Bideni kështu nga krau, kështu Ahmed ai dhe thoshte për jashtë mos shikoj këtu. Prandaj u lodhën shumë shkretët, duke lëviz djathtas majtas, duke bërë gjithë ato veprime, por nuk pam një foto personale, po pam foto familjare. Sigurisht duhet keni parasysh që në këto konferenca gjithmonë do të ketë foto familjare, dhe duke që në këto kushte nuk ka rëndësi a do të vi vajza e tij apo dhëndri, apo do takohet me zoti Rama apo jo. Zoti Rama qokat ja ka bërë ndryshime ligjore, i ka ndihmuar. Tani a do bën foto apo jo? Unë mendoj që ndryshimet ligjore që ka bërë zoti Rama dhe zoti Vučići në Serbi, zoti Rama në Shqipëri për familjen ose për kompaninë e Trumpit janë të jashtëzakonshme. Pra nuk ka vlerë për mua aspekti i fotografisë për shkak se ligji i ka dhënë të drejtë ata të bëjnë investim si të dojnë aty në atë zonë. Prandaj nuk ka vlerë fare. Nuk ka për mua vlerë fare për qytetarët të cilës desin për kështu për foto dhe kështu gjëra, mund të ketë, por për mua nuk ka, sepse e vërteta është që nuk ndikon për diçka pozitive, po jetë vetëm negative. Vim tek çështja e aktualitetit nga kronika ku zoti Meta u la në burg. Paraburgimi vazhdon, nuk ndryshoi asgjë dhe avokati i tij, zoti Cakani, tha që e priste diçka të tillë. Pra nuk ka pushime për Metën dhe Vera do të kalojnë qeli. Do ketë apelin, mendoj se do të ketë apelin, por unë do të them ty edhe qytetarëve tanë që na ndjekin, do të keni parasysh diçka. Ne edhe unë personalisht kam mësuar që në vendin tonë nuk ekziston drejtësia ku përfshihet politika, jo vetëm por edhe në raste të tjera. Por do të keni parasysh që gjithmonë ai i cili mendon që dikush u burgos politikisht dhe në një moment personi do humbasë gjithçka, zoti Meta nuk ka humbur diçka, thjesht është në burg. Çfarë ndodh me zotin Meta? Zoti Meta është i mbrojtur. U fut në momentin më delikat kur zoti Rama donte të fitonte me ndihmën e SPAK-ut, të merrte zgjedhjet e 11 majit të fitoj betejën e tij. Pra, arrestoi Metën që mos kishte problem brenda Partisë Socialiste, se zoti Meta vjen nga radhët e Partisë Socialiste. Arrestoi Veliajn sepse zoti Veliaj është problem sepse do të ishte alternativa e brendshme Partisë Socialiste, kur zoti Rama nuk do të kishte mundësi të fitonte zgjedhjet. Pra e kufizoi dhe zotin Berisha për shkak se zoti Berisha ishte një nevojë ekstreme që tregohet që sa i fortë është sistemi i drejtësisë i pavarur, që të kishte zotin Berisha në balkon për një vit dhe pastaj 6 muaj para zgjedhjeve u liru ashtu siç u liru dhe më thuaj